Bashkia Kukës ka vendosur zhvillimin e infrastrukturës rrugore në qendër të prioriteteve për këtë vit, duke synuar finalizimin e projektit Rrugët e Bardha, i cili prek drejt për drejt zonat malore dhe fshatat e thella të bashkisë. Ky projekt konsiderohet një hap i rëndësishëm drejt përmirësimit të qarkullimit, rritjes së aksesit dhe krijimit të kushteve më të mira për zhvillimin ekonomik dhe turistik të zonës. Kryetari i Bashkisë Alberta Lilaj deklaroi se një tjetër ndërhyrje me rëndësi strategjike do të jetë aplikimi për asfaltimin e rrugës Llakator Shishtavec. Projektin e rrugëve të bardha në Kukës, që është bërë nga Bashkia, nga Kolesioni deri në Llakator, do aplikojmë, besoj, edhe për finalizimin e pjesës ngelur nga Llakatori deri në Shishtavec për të bërë një unaos, dhe shpresoj shumë që kjo pjesë të asfaltohet. Pjesa jonë e Bjeshkës do jetë shumë më e frekuentuar se sa Valbona në Tropoj. Dhe ajo do ketë impakt shumë për zhvillimin ekonomik të Kukësit, sepse është një pozicion gjeografik me kontakte me Kosovën, Maqedoninë, me shtrirje gjeografike të mëdha, me burime natyrore. Sipas Kryebashkiakut, finalizimi i projektit Rrugët e Bardha në kombinim me zbatimin e paketës së maleve pritet të shndrohet në një motor të rëndësishëm të zhvillimit ekonomik të Kukësit. Do jetë edhe një motor ekonomik që është paketa e maleve, që në nxis bizneset private për të punësuar banorët e Kukësit, për të krijuar një ekonomi lokale, pasi këto bizneset do furnizohen me produkte bujqësore dhe blegërore në Kukës, dhe do krijohet një rrjedhë zinxhir që do jep sinjalet e para në 3-4 vitet e ardhshme. Këto nisma synojnë të krijojnë lehtësi për investitorët të mbështesin iniciativat lokale dhe të kthejnë zonat malore në destinacione të qëndrueshme turistike, duke shfrytzuar potencial natyror dhe kulturor të rajonit.